Në këtë insert do të njihemi me njerëzit më të sjellshëm të zodiakut. Peshqit, shpirtrat të butë me empati të jashtëzakonshme. Ata konsiderohen empatikët më të mëdhenj të zodiakut. Peshqit ka një aftësi të rrallë për të njohur emocionet e të tjerëve, dhe kur personi tjetër nuk i thot ato më të lartë. Intuita e tyre i ndihmon të ndjejnë ata që të tjerët kanë nevojë dhe përpara se ta pranojnë ose ta thonë vetë. Mirësia e tyre nuk është e mësuar, ju vjen natyrshëm. Peshqit janë një mik që do t'ju ngushëllojë pas një dite të vështire dhe do t'ju ndihmojë pa bërë shumë pyetje dhe t'ju ofrojë këshilla të ndershme pa gjykuar. Në shoqërinë e tyre njerëzit ndihen të sigurt dhe të pranuar. Peshorja, një diplomat i lindur që përpiqet për harmoninë. Peshorët nuk i pëlqejnë konfliktet, kështu që shpesh priren të krijojnë një mjedis të këndshëm dhe paqësor. Mirësia e tyre mund të shihet në gjërat e vogla të përditshme, fjalë të zgjedhura me kujdes, komplimente në kohën e duhur dhe aftësia për të qetësuar situatat e tensionuara. Antarët e kësaj shenje kanë gjithmonë një ndjenjë të fortë drejtësie. Ata e kanë të vështirë të dorojnë padrejtësinë dhe vrashtësinë, kështu që nuk do të hezitojnë të mbrojnë të doptit ose të përpiqen të qetësojnë konfliktin. Një nga virtytet e tyre më të vlerësuara është se dinë të dëgjojnë me kujdes. Për shkak të gjithë kësaj, peshorja konsiderohet si një nga shenjat më të këndshme për të shoqëruar. Gaforja, mbrojtës i kujdesshëm i familjes dhe miqve. Gaforët karakterizohen nga emocionaliteti, kujdesi dhe një lidhje e fortë me njerëzit për të cilët kujdesen. Mirësia e tyre shihet më së miri në kujdesin dhe vëmendjen pa interes që u japet të tjerëve. Gaforja është personi që do t'i përgatisë supë kur të jetë të sëmurë dhe të sigurohet që të arrijnë në shtëpi shëndoshë mirë dhe të kujtojë gjërat e vogla që të tjerët i humbasin lehtësisht. Meqense familja dhe marrëdhëniet e ngushta janë përparësia e tyre e parë, gaforët përpiqen shumë që të dashurit e tyre të ndihen të lumtur dhe të mbrojtur. Edhe pse në shikim të parë mund të duken të ftohtë, sapo të lejojnë të hysh në botën e tyre, ata bëhen një nga miqtë më besnik dhe më të ngrohtë që mund të imagjinoni. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.